Gjatë mi dalin më pak. Ku shkojnë për vitri, që atë natë vitit 3 nisën. Nuk nisën një orë. Jo, nuk është patjetër se tash Ti thua 1.2 po shkojmë, po na kon Shqipëri para shef. Mon Shqipërisë Mos harroni në 966.000. Janë edhe votuesit nga diaspora. Analiza zgjedhjeve thotë kjo, pra ka një trend që në secilin pol zgjedhje ka pas rritje për 30.000, 40. Po, vetëm në trend 4 vjeçar, jo 9 mujor. Ja, ne ka dalë 9 mujor, po njëjtë është kjo. Jo, nuk është 3 vjet pas dhe 9 muaj pas është. Ta shpjegoj pse është njëjtë, sepse proceset zgjedhore si të tilla, fushatat, lëvizjet, pra kanë një aspekt nxitës të masës drejt kutive të votimit. Shembull, qoftë vot ndeshkimore. Ka shumë qytetarë që marrin pjesë dhe ndeshkojnë, s'votojnë hiç. Pra është ndeshkim. Qysh ka me qenë këto palëgjeda, por pjesëmarrja nuk mundet me qenë më e ulët. Unë parashikoj të jetë e njëjtë rreth 900.000, potencialisht 30-40.000 më shumë, me një marrë gabimit 5% pra rreth 1 milion. Nuk mund me qenë ndryshe. E vërtet është që jemi në një kohë pak më të papërshtatshme në aspektin e klimës dhe festave, por prezenca njerëzve fizikisht është më e madhe këtu. Ata gjithë që kanë aranzhuar dhe pushime dhe dalin nga Kosova, unë besoj që shumica ose një përqindje e madhe kanë analizuar dhe kanë rezervuar që këtë ta bëjnë të paktën ndoshta çat ditë të diel televizin nga Kosova. Dhe votojnë dhe të shkojnë. Kështu që unë nuk pres që 800.000, 160.000 më pak dalin. Kjo nuk është pritë reale, m'fal, po unë nuk pajtohem. Nuk mund të jetë kështu. Në situatë të tillë, atëherë prari kofë Albinit 55% dhe në rregull jemi. Për shkak të moskrimit të institucioneve. Sadik, do të ndeshkohen nga votuesit. Jo, a dikush ndeshkohet. Marrin pjesë, ata do të abstenojnë. Në logjikën që po shpjegoni ju, që ata 100.000 veç votues vetëvendosës nuk janë. Në gjitha partive. Unë mendoj që vetëvendosja e ka kapitalizuar votën e diasporës edhe me post. E ka kapitalizuar edhe me post, e ka kapitalizuar edhe me prezencë. E ka kapitalizuar edhe këto që është prezente. S'ka me shku më lart. Po a ka kushte ajo, po e ka kapitalizuar se s'ka me shku më lart. Se 400.000 apo, që i morën në fundit. Po. 50% bën ato sadik sipas teje. Shiqa. Jo shiqa, po ti do thonë 800.000 dalin. Do në votën ndeshkimit. Nëse ai merr 50% është në rregull, ai s'to po i lyp. Shiqa, votues, ata që kanë kërkuar dhe që dëshirojnë me pas vendin institucioni, duke e pasur që partia fituese, duke e pasur që subjekt politik që konvenon, është